Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Diplomohen maturantët e shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa. Në një ceremoni emocionuese, maturantët mbyllën me sukses një etapë për të nisur rrugtimin drejt universiteteve që do të zgjedhin. Ceremonia e diplomimit për maturantët e shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa u organizua në ambientet e shkollës. Pas 12 vite shkollim bashkë me prindrit dhe mësuesit që kanë përjetuar me ta ngarkesën e këtyre viteve, maturantët ndjehen krenar që e mbyllën me sukses këtë etapë. Në këtë rrugëtim 3 vjeçar, i kam parë të rriten, që nga dita kur erdhën deri më sot. Janë 3 vite, janë shumë dhe pak. Janë 3 vite ku secili me karakteri dhe identitetin e tij formoi të plotën. Pra, secili prej tyre ishte një pjesë e vogël e një mozaiku që sot shpaloset i plot, drejt së ardhmes. Ashtu siç janë, të ndryshëm nga njëri tjetri, por njëkohësisht edhe të ngjashëm. Në emër të gjithë prindërve, desha të shpreh falënderimet e mia për të gjithë mësuesit që përveç se dijes kanë dhënë fëmijëve tanë për kushtimin, dashurinë, punën e palodhur. Një falënderim të veçantë i takon edhe kësaj shkolle. Ju keni bërë më të mirën për fëmijët tanë. Unë ju jam shumë falënderuese. Shkolla ku janë rritur këta ka qenë një ambient i sigurt, edukues dhe mbi të gjitha nxitës për ide të reja. Fëmijët tanë sot diplomohen, jo vetëm me njohje, por edhe me vlera. Maturantët shprehën mirënjohjen për kohën që kaluan në ambientet e shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa dhe për mësuesit e tyre që i kanë mbështetur me dije dhe këshilla. Unë jam Anisa dhe rrugtimi im në këtë shkollë nisi në klasë të 7, e ndrojtur në një klasë ku numëroja vetëm djem për rreth. Ishte si një version modern i Barbardës, vetëm se në vend të 7 xhuxhve kisha 7 çuna plot zhurmë, batuta dhe energji. E ndoshta nuk ishin gjithmonë të lehtë për t'u përballuar. Por ata djem zën një vend të veçantë në zemrën time, një vend që nuk do mund ta zëvendësoj askush. Kjo shkollë nuk është vetëm një godinë me mure. Është vendi ku mësuam, qeshëm, u rritëm, u dashuruam dhe u formuam. Është vendi ku kemi thënë, s'dua të shkoj sot në shkollë, dhe në të njëjtën kohë vendi për cilin nesër do të themi sa do doja të kthesha edhe një herë. Sa herë të kalojmë para saj, do ta kthejmë kohën pas. Do të shohim vete me çantë në krah, duke vrapuar për të mos u vonuar, duke u ankuar për provime, por duke qenë të lumtur që ishim bashk, sepse këtu, në këtë shkollë, lanë një copë zemre të gjithë. Dhe nëse do më duhej të zgjidhja, po, do ta zgjidhja klasën time sa herë më jepej mundësia, jo sepse ishim perfekt, por sepse ishim të vërtet, sepse ishim ne. Tani maturantët presin me emocion rezultatet e provimeve të maturës dhe më pas rrugëtimin drejt universiteteve që ata do të zgjedhin. Në shkollën tonë ka një traditë të shkëlqyer, ku një pjesë e mirë e nxënësve ndër vite, sot ata janë në fusha të ndryshme mjaft të suksesshëm, si në fushën e mjekësisë, të ekonomisë, të inxhinierisë, IT-së e kështu me radhë. Dhe jam besim plot që dhe nxënësit e maturës 2025 të traditë të shkëlqyer do ta vazhdojnë. Dhe pa dyshim ata do të nderojnë radh parë veten e tyre, familjen, pse jo dhe ne, mësuesit dhe gjithë shkollën në tërësi. Koncerti festiv për 1 qershorin u organizua dje nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Kryetaria e Bashkisë, Eriselda Sefa, uroi fëmijët gëzuar 1 qershorin.
Qendra Kulturore e Fëmijëve mbrëmjen e djeshme me rastin e 1 qershorit zhvilloi një koncert festiv në sheshin para bashkisë. Artistët e vegjël interpretuan këngë për 1 qershorin dhe disa kolazhe me këngë të huaja. Gjithashtu pjesë e koncertit ishin dhe vallet popullore dhe kërcimet aerobike të performuara me hijeshi nga fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Koncerti u ndoq nga fëmijë, prindër, qytetarë të shumtë dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa uroi fëmijët gëzuar 1 qershorin. Në kuadër të 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Qendra Kulturore e Fëmijëve kishte organizuar një aktivitet për të uruar të gjithë fëmijët e bashkisë Lushnjë sa më shumë gëzime, dashuri dhe lumturi në jetën e tyre dhe sa më shumë suksese gëzuar. U hap sezoni turistik në Divjak. Kryetari i bashkisë Divjak, Josif Gorea, tha se pritet dyfishimi turistëve krahasuar me një vit më parë. Hapja zyrtare e sezonit turistik në Divjak është kthyer në një traditë festive. Muzikë, sport, gatime tradicionale të zonës, ekspozit makinash retro, këngëtar vendas e të ftuar përcollën një atmosferë të ngrohtë festive këtë ditë të fundit të majit. Bizneset që operojnë brenda territorit të parkut për të përballuar kërkesat e turizmit kanë rritur cilësinë e shërbimeve dhe kanë shtuar kapacitetet e hoteleve. Për ofertën e këtij viti, bizneset ofrojnë ushqimet me bazë peshkun e freskët të lagunës dhe çmimet më të lira se në çdo vend tjetër bregdetar. Unë paraqikoj një sezon shumë të mirë, pa ta thënë vjet që do jetë një sezon për vjet që do jetë më mirë në vjet tjera, por këtë vit e paraqikoj shumë herë më lart, sepse shoh numrin e turistëve që po vjen duke u rritur. Edhe e shoh që turizmi ka filluar shumë shpejt nga çdo. Ne sapo kemi cilur sezonin, edhe shoh një dyndje e turistësh. Edhe pse jo pse mos vizë, sepse Divjak ofron shumë gjëra të mira. Duke filluar nga preskia, nga natyrë kaq bukur, kaq qetë. Sipas kryetarit të bashkisë Divjak, pritet dyfishimi i turistëve krahasuar me një vit më parë. Kemi bërë përgatitjet maksimale, kemi filluar nga bregu i Rarës, të cilën e kemi filluar ta pastrojmë. Po të shtojmë pastrimet më shumë, pastaj kemi ja dhënë lejet për katse, për bizneset që të ushtrojnë aktivitet në atë pjesë rare, e kemi zgjeruar pak aktivitetin, kemi mirëmbajtur që të kemi energji elektrike 24 orë ndriçim dhe ujë të pishëm të janë qysh vjet, dhe gjithashtu do të mundajmë rrugën për shkuar atje. Do të sistemojmë parkimet dhe do të mundohemi ta lokalizojmë pak më shumë, se vija bregdetare e bashkisë tonë është shumë e qarë, por ne nuk mundemi do të pastrojmë gjithatë vijë bregdetare. Do ta kufizojmë pak. Shërbimi për pastrimet do të jetë më i kulturuar në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit. Do të kemi një makinë ekologjike shtesë, e cila do të ndihmojë bashkinë në heqjen e mbeturinave më shpesh. Gjithashtu bashkia do ftojë numrin e koshave dhe punonjësve që do të mirëmbajnë ato. Ndikimin i vitit të kaluar, pra përmirësimi i ndjeshëm që ne bëmë vitin e kaluar, energji elektrike, ujë pishëm, shërbimi pastër, bregdeti i shkëlqyer dhe gjithashtu heqja e tarifës 0, 1 lek, sa kishte më herët, ka ndikim të jashtëzakonshëm. Dhe presim të paktën dyfishim të numrit turistëve. Kjo e ka treguar, tarifa për të ecur ishte një, për të hyrë në plazh ishte një tarifë e kaluar. Nuk e di si ishte ajo, po e kam hequr, e kam nxjerruar. Gjithashtu jam munduar të ndihmoj bizneset, ka qenë sa taksa shtesë, jam munduar t'i ul ato në mënyrë që shërbimi, çmimet dhe shërbimi të jetë i ndjeshëm më i mirë. Pastrohet Pishporo nga anëtarë të Korpusit Shqiptar të Vullnetarëve në bashkëpunim me administratën e zonave të mbrojtura Fier. Vizitorët e shumtë lënë pas mbetjet pa u shqetësuar për pastërtinë e ambientit.
Peizazhi i mbrojtur Pishporo në zonën turistike të Darzezës në Fier u pastrua nga 10 vullnetar antar të Korpusit Shqiptar të Vullnetarëve në bashkëpunim me administratën e zonave të mbrojtura Fier. Ky park është shumë i frekuentuar nga qindra vizitorë gjatë fundjavës nga zonat përreth, por edhe nga e gjithë Shqipëria. Por ndotja që ata lën pas është e madhe, pasi pjesa më e madhe e tyre pas piknikut, mbetjet i lënë në park. Pas një viti rikthehemi sërish në peizazhin e mbrojtur Pishporo, së bashku me Korpusin e Vullnetarëve për të ushtruar, së më saktë për të zhvilluar aktivitetin e pastrimit në këto oaze të gjelbra kaq të bukura që frekuentohen nga vizitorët, kryesisht fundjavave dhe gjithashtu meqense jemi edhe në fillimin e periudhës së sezonit turistik veror të plazhit, ku vumë re që në këtë zonë kishte nevojë për pastrim, pasi nga frekuentimi vizitorëve gjatë fundjavave ishin lënë mbetje të ndryshme urbane pothuajse në të gjithë territorin që është këtu. Pas gati 4 orë aksion, u arrit që u pastrua një sasi e konsiderueshme mbetjesh të lëna nga vizitorët dhe ky ambient që është tashmë që është krijuar me këtë pastërti do të shijohet nga vizitorët që do të vinë në ditët në vijim. Kam një mesazh domethënë për gjithë vizitorët që frekuentojnë këtë zonë në përgjithësinë e Darzezës, të bëjnë kujdes me mbeturinat, mos t'i hedhin ato nëpër këto habitate natyrore, gjithashtu edhe të tregojnë kujdes për zjarret që ndezin nëpër vende jo të caktuara. Ishte stacioni radhës i Korpusit Vullnetarëve, pastruam këtë park. Një falënderim i veçantë për të gjithë ata të rinj, burra dhe gra që punuan, por një apel dhe një lutje për çdo që vjen dhe i frekuenton parqet, të mos i lën mbetjet pasi e kanë shfrytzuar atë. Nuk mund të mbahet Shqipëria pastër duke u pastruar, por mund të mbahet vetëm duke mos u ndotur. Një apel për pushtetin vendor dhe autoritetet e tjera që janë përgjegjëse për menaxhimin e mjedisit. Do duhet një vëmendje maksimale në mënyrë që Shqipëria të jetë e pastër, që toka jonë të jetë më e pastër. Me pjesëmarrjen e vullnetarëve këtë vit po punohet për pastrimin e disa zonave bregdetare edhe në brigjet e lumit Vjos. Nisin hetimet për shkaqet e zjarrit në Darzez, ndërkohë sot përfshihen nga flakët edhe kodrat me ullishte të zhupanit në Fier, ndërhyrja zjarrfikseve vështirësohet për shkak të terrenit. Riaktivizohen vatrat e zjarrit në masivin pyjor të Darzezës. Zjarri djeshëm dogji rreth 4 hektar me bimësi e shkurre në nënkurorën e pyllit me pisha të Darzezës. Flakët që u përhapën me shpejtësi u vunën kontroll fal një operacioni të përbashkët të shërbimeve zjarrfikse të Fierit, Roskovecit, Lushnjës, Patosit, punojësve të pyjores dhe banorëve të zonës. Ndërsa 2 buldozer të bashkisë Fier erdhën në ndihmë situatës kritike për hapjen e korridoreve brenda masivit për të mundësuar hyrjen e mjeteve zjarrfikse. Gjatë natës, 2 mjete zjarrfikse dhe 3 grupe pune qëndruan në gatishmëri në rast të riaktivizimit të vatrave të zjarrit, të cilat të favorizuara nga era po ndizen sërish. Në vendngjarje 4 mjete zjarrfikse po punojnë për neutralizimin e flakëve. Gjithashtu, një vatër tjetër zjarri është ndezur mesditën e sotme në kodrat me ullishte të zhupanit në Fier, në vendin e quajtur Takadrom. Flakët që janë përhapur me shpejtësi të favorizuara nga era janë pikasur nga banorët e zonës, që kanë njoftuar menjëherë shërbimet zjarrfikse. 2 mjete kanë vërritur menjëherë në vendngjarje, por ndërhyrja është e pamundur për shkak të terrenit të vështirë. Deri tani është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me bimësi, shkurre e ullinj, por fatmirësisht banesat ndodhen larg. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk mirupafshim.